Pika e dytë, e cila duhet për të përcjellë në krejt Ramazanit, për çdo ditë që quhet sufret, për çdo ditë që e mbyll iftarin, pra e mbyll ditën dhe bën iftar. Dhe për çdo ditë që kalon nga ky Ramazan, duhet me të ndjek motreja, ndoshta është Ramazani im i fundit që jam duke agjeruar. Pra, jeni dëshmitar që nëse e kthejnë kokën anash, në të djallë dhe në të maj, kemi njerëz që nga Ramazani kaluar sot na munguar. Disa prej ndoshta e kanë pa këtë llogaritje. E disa të tjerë kanë shkuar pa këtë llogaritje dhe kanë menduar se edhe shumë Ramazana kanë me mbrite, ka me ardhe, ka me shfrytzu, dhe pastaj në Ramazanat që i ka kalu është treguar neglizhent. Arsyeja që e shtyn robën që të jetoj me këtë ndjesi është se kur njeriu i cilëson vepra që është duke kryer, sikur ato të jenë të fundit, atëherë ai ndryshe do t'i përjetojë këto vepra. Ndryshe do të mundohet dhe do të angazhohet dhe tjetër shije do të kenë adhurimet për këtë person. Një prej dietarëve ka thonë Ibn el-Jauzi, Allahu e mëshiroft, thotë nëse do t'i thuhej banorëve të varëve, të meneu, dëshironi, tregoni një dëshirë, çfarë doni ju, që Zoti me po me juve. Pra sikur kjo kërkesë i mundsohet të vdekurve që sot janë në përvarë. Atëherë çfarë do të ishte dëshira e tyre? Dhe të meneu yawman min Ramadan. Të vdekurit në varre do të mendonin, do të shpresonin, do të dëshironin që veç një ditë Ramazanit ta kemi pasur përpara vetes, më shumë se shpëlim. Për shkak se çfarë shumë Allahu i lartësuar shpërblen në Ramazan, për dallim muajve të tjerë që nuk është kjo, ky shpërblim dhe nuk është kjo llogaritje. Kështu që të nderuar vëllezër, kjo është mundësia juaj që po ju vijë dhe po tërket në dyert, andaj shfrytëzoni në maksimum këtë mundësi që Allahu po a jep.